Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 4, data 4 dhjetor të 2025. Duket se ka të bëjnë shumë me ndikimet, me çështjet madhore dhe jo vetëm, sepse kjo ditë ka një ndikim shumë të madh ku tregëndshi i Mërkurit që formohet nga Akrepi tregon intuitën dhe instiktin e fortë, frymëzimit dhe imagjinatën, zgjuarësinë, kreativitetin dhe jo vetëm, që përfitojnë shumë shenjat si që janë gaforet, akrepët, peshqit që mund të përfitojnë nëse djedhës ascendentesh në këto shenja ku ka të bëjnë shumë me ndryshime të mëdha dhe favorizime të papritura. Duke gjithashtu për sa i përket mënyrës dhe mundësisë që ka të bëjnë, është një periudhë mjaft e mirë sepse ka të bëjnë me surprizat, ka të bëjnë me gjërat dhe ndryshimet dhe çështjet që kanë të bëjnë me anën e financave, sepse kjo lidhet shumë me financat, por gjithashtu është një periudhë mjaft e mirë dhe solide për vazhdimsi. Kurse në anën tjetër, edhe pse juve mund keni në një takim rutinë ose keni diçka që mund t'ju pëlqejë për punën tuaj, për karrierën tuaj, për ndryshimin e madh, por mos harrojmë se dita e njëjtë gjithmonë është një hap para asaj çfarë ndodh dhe mundësive që jepen tani e tutje. Neve, para se të fillojmë me parashkimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz konetje dhe me ta pastaj nuk keni, domethënë mbasi të keni zgjedhur paketën tuaj dhe më pas shkoni tek sekretaria dhe më pas mund të zgjidhni dhe numrin për kadrës të blerjes, pastaj shkoni tek sekretaria dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin që neve të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju që doni që në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë ose doni që çdo gjë të shkojë ashtu siç doni juve, për shembull doni të dërgoni mesazh në kohë që ne jemi drejt së drejti, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt së drejti përgjigjen. Për ju që doni në parashikimet momentale ose një takim ose një bisedë që do të bëni, atëherë kemi pikërisht këtë këtu që do thotë nga YouTube-i membership, ku atje mund ta shikoni, klikojeni këtu edhe shikojeni pastaj sa për çfarë dhe si duhet, çfarë duhet të bëni dhe pse është membership dhe pse duhet të bëni. Membership duhet të bëheni sepse merrni parashikime momentale për gjithë çka dëshironi. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit, duket se keni mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që mund të vinë në lidhje me ekonominë. Dashi gjithmonë është një hap para asaj që mund të ndikojë ose mund të rregulloni gjëra të rëndësishme financiare, ekonomike dhe gjëra të tjera që do të ndikojnë në anën tuaj dhe momentet e tjera që do keni në anën tuaj. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse është një mundësi shumë e mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me disa ndryshime që mund keni pas ose keni, dhe kjo do thotë që është një periudhë ku mund të ndikoheni dhe të zgjini zgjidhje në çështjet e financave dhe të biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me akrep duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e Demit. Por ju që e Demit të duket se kjo periudhë është periudha që lidh komunikimin dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme, gjithmonë sepse indikimi i Afroditës në trekëndësh që bën me Jupiterin do jep një mundësi plus për të zgjidhur çdo lloj problemi dhe çdo lloj çështje që ju keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Peshk të diçit të parë, me Virgjësht të diçit të tretë që është perfektja, por gjithashtu edhe me Bricjap të diçit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Çfarë ndodh me binjakët edhe ku binjakët mund të ndikohen ose mund të kenë dhe mundësinë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura më përpara, ku është një moment tani, është një moment shumë i mirë dhe tërë pozitiv në lidhje me takimet, në lidhje me takime pune, sidomos është
koha e duhur për të parë se çfarë do të bëni dhe për të zgjidhur çështjet nga më problematike që mund keni dhe kohën më të mirë të qenë ndonjëherë në lidhje me çështjet afatgjat, lidhje me kohën, me ndryshimin e madh që do të keni, por gjithashtu edhe një çështje ekonomike financiare që është tani në këtë periudhë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dashjet e ditës së parë, peshorët e ditës së që është perfektja, por me shigjetar bëni pa kujdes këtë periudhë pikërisht, meqenëse keni edhe përballë mund të zgjidhni zgjidhje në çështje ekonomike, por gjithsesi kërkohet vëmendje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Përsa i përket shenjës së gafores, duket se gaforet nga njëra anë kanë ndikimin e mirë të lidhje me punën e tyre, kanë çështje që kanë bëjnë me disa ndryshime, me disa çështje madhore financiare, disa gjëra që mund të rregullohen ose mund të stabilizohen për një kohë të gjatë, ku gjërat janë mjaft ndikuara pozitivisht, do të thosha unë, dhe mundësi të arta që keni tani tutje, ku është dhe koha dhe për momenti është periudha dhe ndryshimi i madh që juve keni në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj. Fushën e punës suaj sidomos është një moment mjaft i mirë dhe tepër stabilizues, konkretizues për gjërat që doni të bëni në anën tuaj. Është momenti dhe koha ideale, sepse duke pasur parasysh edhe kohën e duhur, edhe momentin që juve keni në anën tuaj, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditësh të parë, ujor të 10 ditësh të dytë, që është diçka shumë perfekte, momenti është i juaj dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe mundësitë janë të arta për të zgjidhur çështje problematike. Dashuria ka të bëjnë shumë me ujor nëse juve keni bashkënim familjar, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, mund ta rregulloni siç dëshironi juve, por unë do thosha që me shenjës së demit, keni mjaft mundësi dhe urata për jetën tuaj, për ndryshimin tuaj, edhe për vendimet që do të merrni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Luanët duket se kanë mundësinë dhe kohën e duhur për sa i përket ekonomisë, për sa i përket marrjeve të vendimit të rëndësishëm në vazhdimsi dhe në karrierë sidomos, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitive. Tepër pozitive në lidhje me anën ekonomike, sepse gjërat e tjera që keni në viju, dashuria nuk besoj, keni probleme, por edhe pse një njohje të kësaj lidhje serioze është një moment mjaft i mirë, i pritshëm, për çmërit janë të mira, edhe mundësitë që juve keni, sepse është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues për karrierën tuaj dhe për atë çka juve keni dhe jeni, sepse çdo gjë është këmbar, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe garancisë suaj në ekonomi, në punë, në biznes, në marrje vendimesh të rëndësishme. Ka të bëjë shumë kjo, por edhe momentet që keni tani tutje është momenti juaj edhe i duhuri në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk dhe me bricap duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëreshat nga njëra anë përpunojnë shumë informacione në lidhje me punën e tyre, në lidhje me ndryshimet që ata kanë dhe duan të realizojnë, nuk e diskutojnë, nuk e vend ndryshimin për arsye se puna juaj është një moment që vërtet juve ndiheni të plotësuar në ekonomi, të plotësuar në vazhdimsi të kohës dhe për gjërave që keni në anën e financave, në biznesin tuaj, por dhe një mundësi shumë e mirë tani në anën ekonomike e financiare, në lidhje me disa ndryshime që do të keni, por këta janë ndryshime rutinë dhe kjo do të thotë që vërtet tani e keni mundësinë, kohën e duhur për të marrë vendime të rëndësishme dhe kështu që nuk besoj dhe nuk e shikoj që të keni një problem për të shqetësuar kaq shumë në lidhje me anën ekonomike ose disa gjëra të tjera që do të thotë që vërtet jeni me fat, vërtet i keni mundësitë për të bërë zgjidhjen e duhur në anën e biznesit dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e ditës së parë dhe me ujorët e ditës së tretë është diçka shumë pozitive. Prandaj bini pas, mos i dini gjërat pasdore, sepse është koha juaj, momenti juaj më i mirë i mundshëm për të zgjidhur çështjet problematike dhe gjërat e tjera që do të keni në anën tuaj. Çështjet që kanë të bëjnë me një bashkim familjar që jeni në Holland, për shembull, supozojmë të virgjëreshat e kanë mundësinë në Europë, për shembull, është me peshk. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Me peshorët duket se sado që gjërat janë
në favorin tuaj, sado që gjërat i kanë rrugtimin e tyre të drejtë dhe mundësinë e artë për sa i përket anës ekonomike financiare, për sa i përket ndryshimeve dhe vendimeve të rëndësishme që kanë të bëjnë, është një mundësi e artë tani në këtë periudhë, kjo periudhë vërtet ndez ekonominë, dashurinë, momentin e duhur që juve keni dhe koha që juve ju përket është momenti më i mirë i mundshëm dhe çështjet më pozitive. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjakët e diçit të parë, ujorët e diçit të tretë është perfektja, por pak vëmendje do të bëni me shigjetarët e diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Akrepi. Për sa përket shenjës së Akrepëve, Akrepët duket se kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me disa ndryshime shumë të mëdha që lidhet me anën ekonomike financiare, lidhet me biznesin dhe karrierën, lidhet me disa ndryshime që janë ndryshime rutinë në një farë mënyre, por janë ndryshime pozitive në anën tjetër për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në disa anë tjera financiare. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshkët e diçit të parë, me luanët e diçit të tretë, është një kohë mjaft e mirë, sado ndryshime, sado vendime, sado mundësira që vinë, mundësira të arta në kohën tuaj, është momenti më i mirë i mundshëm tani e tutje për të zgjidhur çdo lloj problemi që keni pasur, çdo lloj çështje që juve keni dhe do të realizoni në kohën e duhur. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujorët e diçit të parë dhe binjakët e diçit të tretë është perfektja dhe ndryshimet janë të dukshme. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarët tani e tutje duket se marrin një rrugtim të ri në fushën e karrierës së tyre, bëhet një ndryshim shumë i madh që do të keni tani e tutje, po është e mundur sepse kjo periudhë ndihmon dhe ju jep mundësi juve për të parë se çfarë do të bëni në lidhje me takimet e punës, në lidhje me mundësitë të arta që do të keni në biznese, në karrierë sidomos, është edhe momenti më i mirë i mundshëm dhe më pozitivi i që ndonjëherë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me karrierën, kanë të bëjnë me punën tuaj dhe çështjet afatgjat në ekonomi, sepse çdo gjë është e mbar, çdo gjë arrihet fal zgjuarsisë, maturisë suaj dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë tani e tutje dhe mundësitë që do të keni. Por janë edhe disa çështje të tjera që tani për tani mund mos jetë ai problematika ose kaq problem për punën tuaj, kaq problem për gjërat që do të bëni, por megjithatë është një periudhë shumë e mirë e tepër pozitive në marrje vendimesh të rëndësishme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë në anën tuaj, ka të bëjnë me binjakët e diçit të parë, kanë të bëjnë me peshkët e diçit të tretë, ka të bëjnë me virgjëreshët e diçit të dytë. Me virgjëreshët sidomos të diçit të dytë është një mundësi pozitive, korrekte nga ana juaj, por se si juve i kërkoni gjërat, se si juve vijnë gjërat dhe mundësitë që juve i keni, është momenti më i mirë i mundshëm stabilizues, konkretizues për gjërat të mëdha që do të keni dhe jo vetëm. Në çështjet që kanë bëjnë me udhëtimet me bashkim familjar dhe gjërat e tjera të kësaj natyre është me dashtë dhe diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë Bricjapi. Për sa përket Bricjapi duket se tani për tani çdo gjë që shkon në anën tuaj ose keni pasur disa probleme me marrjen e një vendimi ose kanë marrë të tretët vendimin dhe nuk ka qenë diçka ndryshe për ndryshe, por megjithëse juve keni disa mundësi të arta në lidhje me takime, në lidhje me anën ekonomike financiare, një biznes që jeni në prag të një nisjeje, unë do thoshe prisni pak se nëse nxitoni nuk është në të mirën tuaj, edhe ju prish pak atë terezin, por gjithsesi kjo periudhë është e juaja për 1000 arsye në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me ndryshimet e një pasqyrë që do të keni tani tutje, ku është koha juaj më e mirë e mundshme dhe më pozitivja, sepse zgjidhni probleme të pazgjidhura dhe kjo do të thotë që vërtet kjo periudhë është e mirë për juve, ka të bëjnë me çështjet e biznesit, të karrierës suaj dhe një nga mundësitë, një nga koha më e mirë e duhura
për bisedime, për ndryshime, për gjëra që vërtet janë shumë të mira dhe pozitive, se pozicioni i planeteve që ju jep këtë mundësi ju ndihmon jashtëmase për të bërë zgjidhjen e duhur në anën ekonomike financiare, në çështjet shpirtërore dhe lidhjet që kanë të bëjnë lidhjet afatgjatë, do të thotë me peshorët e diçit të parë, do të thotë me dëmtet e diçit të tretë, që është diçka shumë pozitive, por megafore është vetjeta dhe periudha që ndodhin fenomenet. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e radhës që do thotë ujori. Për ujorët duket se duhet të shikoni gjëra çfarë do të bëni në lidhje me punën dhe karrierën, në lidhje me vendimet që do të merrni. Me vendimet sidomos është diçka shumë e mirë për punën tuaj dhe për çështje pune të re. Është momenti për bisedime. Në çështje shpirtërore, pak vëmendje me Dem dhe me Akrep të ditësit parë, kurse me Luan është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë peshqit. Për peshqit në fakt është momenti dhe koha e artë në lidhje me punën tuaj, karrierën tuaj dhe ndryshimin. Ndryshimi është i sigurt dhe i garantuar për juve të kësaj shenje, sepse e keni mundësinë për të zgjidhur çdo lloj problemi që keni pasur. Por në dashuri, shikojeni pak sepse është një problem i vogël që keni pasur para disa kohëve me Akrep, po zgjidheni tani. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 4 dhjetor të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashkim të detajuar, kemi pikërisht këtë faqe këtu, astrologu.al. Duke klikuar, e shikoni dhe zgjidhni një nga paketet aty, jeni gati pastaj, duke zgjedhur paketën numër 4 të blerjes, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe shikoni që doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. Pra, si shikoni, ndiqni hapat, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Për juve që doni në parashikime momentale ose diçka që doni në sekond, në moment, për gjithçka doni, kemi membership, ja ku keni këtë këtu, shikojeni, është pikërisht këtu, jeni gati pastaj për të hapur, për të klikuar, për të abonuar dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin ose diçka tjetër që të flasim nëpërmjet hapësirës private, që mund të flasim atje për gjëra që ju dëshironi, jo në përgjithësi, por është i detajuar për juve, dedikuar për juve dhe flasim në privat. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite. Unë ju uroj mbarësi.